kërkesa të krerëve të shtetit dhe mbasi a duhet të diskutohet edhe pjesa e pezullimit të dialogut strategjik. A duhet të jetë edhe kjo temë diskutime? Unë e pashë dhe presidentën që e kishtë taku në koridorat. Marco Rubio, po. Rubio, dhe nuk duhet me qitë si takim zyrtar, kur taku është me dikon në koridor, sepse a i bova ki nuk një heqë dhe s'ka problema me të da në fotografi. Kështë kemi edhe fotot po në dalje. Në qofë se a e ka nëzirë kjo, apo a i? Po të thënë. është postuar në fakt edhe nga presidenca me Sadi edhe nga pala tjetër. Unë nuk e di që e ka postu Rubio fotografin. Si të qoftë. Kjo është propagandë pozitive për presidentën, e ka taku këte, atë, dhe me dhonë mesajin. Kemi edhe fotografi në fakt të takimit të presidentit Sarp, Regjiga? Që këta janë garë njëni me tjetërin dhe kanë shku 3 veta atje pa pas nevoj. Një person, presidentja në qofë se ka shkua, ka mujtë me përfaqësu Kosovën pa këta 2. Është edhe fotografia zotërealitjeve e presidentit Sarp Vučić, po ashtu me sekretarin Amerikan Marco Rubio. Besoni se me presidentin Sarp takimet janë më zyrtare se sa me përfaqësues të Kosovës? Po sigurisht që interesi SBA-s është më i madh për të ndërtu raporten me Serbinë se sa me Kosovën. Vetë fakti që Kosova ka pru veten në një pikë për të ndërprej për të ndërprej raportet dhe përpjekjen e SBA-s për të bërë për të zhvilluar bisedime edhe me Serbinë edhe me Kosovën, duhet me ditë që kush ka faj këto, Amerika, na, apo Serbia ka urdhnu Amerikën. Nuk e besoj që Vučić e ka fuqin që ta urdhnoj Amerikën që të mos na merë parasysh. A i do bëj gjithë shka që Kosova tjetë në margjina. Ne duhet bëjmë gjithë shka të bindim Amerikën që na nuk duam në margjina, po duam me bashkëbisedu me juve, po edhe me Serbinë, sepse ata po përpiqen me na ullë në tavolinë. Dhe interesi i Serbisë, i Amerikës, i NATO-s është që Serbia të futët në klubin e vendeve të NATO-s, klubin e vendeve evropiane. Dhe këtu është përpjekja që të eliminohen ato konfliktet që janë në Ballkan, këtë rast edhe konflikti permanent që është mes Kosovës dhe Serbisë, me qëllim që të pranoj edhe Serbia me u fut në klub. Sa i përket zonjës Kaja Kallas, është e letë, mi thonë, njerit ishtë në ato masat në qovë se ullesh me te, ose në qovë se bisedon me te. Por, do të kemë parasysh që është shumë vështirë për ne me uheq masat, sepse kemi një situatë të papëlqyeshme edhe nga Amerika dhe nga Evropa, mënyrën se si po qeveriset Kosova. Por e shini të drejtë këtë qasje të faktorit ndërkombëtar kundrejt Kosovës? Ta përfundoj, pastaj shohim. Kemi një situatë papëlqyeshme nga të dyja palët. Kemi masat që i ka vendos Bashkimi Evropian, siç i kemi edhe masat që i ka vendos SBA-ja për ndërprerjen e dialogu strategjik. Tani, masat e Bashkimit Evropian janë ndaj Kosovës, janë ndaj Rusisë, janë ndaj Belorusisë. Dhe tjetër kujt janë në Evropë. Dhe nga një vend i cili ka qenë i mbështetur fuqimisht deri edhe me ushtri dhe me avion dhe me tankse, kemi në pozitë që të kemi sanksione. Dhe këto sanksione nuk hiqen pse po i thu Kaja Kallas, se Kaja Kallas nuk mund t'i urdhnoj shtetet e Bashkimit Evropian që të votojnë për heqjen e sanksioneve. Ne duhet punojmë me secilin veç e veç. Kjo me shit fallë qytetarëve, që unë po bëj shumë, masi e takova Kaja Kallas. Duhet me punu me secilin shtet Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian e kanë ka një votë. Vetëm një votë me qenë kundër nuk hiqen masat.
duhet me punu. Na jemi pa qeveri. Jemi pa qeveri që 5 muaj. Ose jemi me ushtrus të detyrës së ministrave dhe të kryeministrit. Ashtë Kosova ndoshta aktualisht